Në zgjedhjet e vitit 2021, qeveria Kurti pati premtu vetting për policinë e Kosovës. Unë mendoj se vettingu duhet bëhet në institucione tjera. Po du me kalu të njëna prej temave po ashtu të nxehta e cila është përmend në vazhdimsi. Në zgjedhjet e vitit 2021, qeveria Kurti pati premtu vetting për policinë e Kosovës, që nënkuptonte që do i fus policët edhe eprorët e policisë në një proces të trajtimit të kaluar mes tyre. Pse mendon që nuk kanë guxim me e nis një vetting polici? Nuk mund të paragjykoj, unë besoj se po them jetoj këtu dhe i përcjell ngjarjet aktuale. Nuk është premtimi vetëm që ka dhënë kryeministri, ka dhënë edhe shumë premtime të tjera të cilat nuk i ka përmbush, por unë jem kandidatari asaj në kohë kur ne nga unë miku kanë kërku që ne ti nështrohemi poligrafit, ka pas zërat atila që e kanë kundërshtuar. Ne kam qenë një prej idhëtarëve kryesor që ku më thonë po du ti nështrohen edhe ta shohin se a pe folit vërtetën, as pe folit vërtetën, dhe a meritoj apo s'meritoj. A e keni kalu ju? Unë e kum kalu, poligrafit. Po ka pas të atil që se kanë kalu. Po çka e boni qeverinë aktuale me hjek dorë për vettingun në polici? Nuk i di arsyet, është thonë ajo, por... A dohet mu bo, si pas mendimit ju, një vetting polici? Unë, për me marrë dikush një gradë lartë në policinë e Kosovës, i dohet s'paku një 22 vjetë përvoj punë. Nëse dikush për 22 vjetë përvoj punë, nuk i ka dëshmu që është njeri i përkushtuar dhe njeri që meriton ta kap atë gradë apo atë pozitë, atëre nuk e di çka duhet me bë. Unë mendoj se vettingu duhet bëhet në institucione tjera, në gjyqësi, në prokurori, por jo edhe në polici. Është i parësyshëm, por ne kemi ligjin që i parashef edhe shkeljet e lehta dhe shkeljet e rënda. Për shkeljet tilla duhet me qenë të pamëshirshëm dhe me ndërmarrë masa adekuate. Ju po e përmendet poligrafin, e përmendet edhe raportin AKI-s, ka njerëz në strukturë të cilët testet të integritetit nuk i kanë kalu dhe vazhdojnë me qenë punë. Çka me bu me këta njerëz? Ajo, ish dasht të veprohet, por nuk i di arsyet pse, po të me di që është fillu një jetim, është ndërpreja jetim, pa rezultat, është fol edhe mrenda policisë, kanë fol edhe qytetarët, se mrenda policisë do të fillon spastrimi prej njerëzve që nuk e kanë kalu testin, por ajo në realitet nuk ka ndodhë, në anën tjetër nuk e di edhe sa kanë qenë edhe të arsyeshme ato raporte, sa kanë qenë relevante ato që vërtet është gjetë, që ata nuk meritojnë... Po procesi është bloku prej asaj kohë? Po procesi është i blokuar, nuk ka rezultat prej atij procesi.